Tiron në informacione që ke, duke qenë se je marrë shumë, po themi, me lëvizjet, me dinamikat e Big Brotherit, por edhe pas mbylljes së Big Brotherit. A ka pasur një vizitë të Gjestit dhe Eglit në familjen e Gjestit në Pelë? Gjesti ka shkuar në Pavlan, ka shkuar i vetëm, edhe është më se normale që të shkoj i vetëm. Ai ka vizituar familjen e tij për një afat kohor shumë të shkurtër, domethënë thjesht ka shkuar në shtëpinë e tij për të vizituar pas 7 muajsh. Unë mendoj që nuk është e rrugës edhe nuk është akoma koha që Egli do të shkonte me Gjestin në Pavlan. Ka patur shumë reagime për këtë faktin përse Egli nuk shkoi, nuk e do familja, janë kundër Eglit. Unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që Gjesti e kishte të nevojshme një herë të shkon të takon familjarët e tij dhe nga të gjithë fotografitë të cilat janë bërë virale në rrjetet sociale, Gjesti ka takuar familjen më të ngushtë që nuk kupton prindërit, xhaxhallarët, dajallarët, hallat, çfarë ka familje në Pavlan të cilët kanë shkuar ta përqafojnë dhe ta presin në shtëpinë e tij. Dhe Gjesti dhe Egli akoma nuk kanë zyrtarizuar çdo gjë. Unë mendoj që atyre u duhet akoma kohë për ta njohur njëri tjetrin, për t'i dhënë hapësirë njëri tjetrit dhe më pas për të vendosur për momente kaq të mrekullueshme, por edhe momente që nuk ndryshohen shumë në jetë. Dhe mendoj që Gjesti ka bërë shumë bukur sepse për afat kohor shumë të shkurtër, duke e ditur dhe angazhimet që ka në Shqipëri, sepse Gjesti udhtoi natën e së hënës dhe u kthye ditën e së martës, ku automatikisht të mërkurën kishte xhirimin në Portokalli dhe vazhdojnë angazhimet e tjera që sonte ka dhe koncertin apo mbrëmjen në Tiranë, domethënë nuk ka patur kohë që edhe të çmallet siç duhet me familjen e tij dhe mendoj që ka qenë një vizitë shumë e shkurtë, thjesht për të hequr atë mallin dhe për të vizituar shtëpinë, po qoftë edhe për të marrë në diçka, sepse ju e dini shumë bukur që deri në ditën kur Gjesti ka ikur në Pavlan nuk e kishte as telefonin me vete që të shehë se çfarë bëhet për të. Domethënë Gjesti akoma po përballet me realitetin që nuk e ka pas imagjinuar se çfarë po ndodhen jashtë. Ndërsa sa për Eglin, nuk më duket gjë e madhe që nuk ka qenë në vizitë te familja e Gjestit, sepse mendoj që është akoma shumë herët për t'i bërë këto gjëra. Tiron rrjeti ka zier rreth një lajmi që thuhet që Egli ka hequr nga follow motrën e Gjestit. Sa i vërtetë është ky lajm dhe a shikoni një ngëç në raportin e Eglit me familjen e Gjestit? Tani motra e Gjestit, Blerina, me sa e di unë respekt të veçantë për të, sepse pa dashur bë pjesë e këtyre thashë themeve të publikut, me sa e di unë ajo kohën e fundit ka hapur Instagramin, më shumë ka qenë aktive në TikTok, Instagram nuk ka patur, edhe Instagramin nuk e përdorën me fotografi personale diçka, por e përdorën thjesht me story dhe me reelsa në mbështetje të Gjestit. Tani, edhe në qoftë se e ka hequr Egli nga Instagrami, besoj që ka bërë një veprim shumë të shpejtë, unë mendoj çdo motër për vllaun është pak xheloze. Dhe në këtë rast Blerina duket që është pak xheloze, sheh pak me egoizëm Gjestin, pa marrë parasysh sa kundër mund të jenë familjarët, historitë e dashurive të Big Brotherit kanë dëshmuar që në qoftë se Gjesti e do përzemërsisht dhe i qëndron besnik asaj fjalës që tha në intervistën që kishte me Ronaldo Sharkën më njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, që Ronaldo ja pyetën nëse je i dashuruar dhe Gjesti tha jam i dashuruar dhe i qëndron asaj fjalë, unë mendoj që nuk ka gjë në botë që Gjesti mund ta ndalojë dhe familja avash avash mund ta duartroket këtë dashurinë, edhe pse Egli u soll shumë mirë me familjen e tij. Por situata të këtilla edhe mund të ndodhin, nuk ka një fakt që Blerina e ka ndjekur Eglin në Instagram dhe nuk ka një fakt që Egli e ka ndjekur Blerinën në Instagram. Thashë themet janë që Blerina e ka hequr Eglin në momentin kur Egli ka hyrë për herë të dytë në Big Brother. Atëherë Blerina nuk ka patur Instagram, Blerina ka hapur Instagramin duke qenë Egli për herë të dytë në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë kjo mund të rezulton një lajm i rem, por gjithsesi nuk ka një fakt të bazuar për këtë që po flitet. Ndoshta tani nga që po bëjnë këtë kërkimin dhe po e shohin që nuk e ka Egli në Instagram, po hamencojnë në këtë formë. Gjesti dje e ka bërë follow Blerina në Instagram motrën e tij, që kjo nuk kupton që Blerina nuk ka përdorur Instagram më herët. Tiron ka pas një reagim shumë të fortë të Laertit në një intervistë për Top Channel, duke artikuluar që
fitoi Big Brotheri një analfabet funksional dhe po themi epitetet të tjera shumë të rënda ndaj Gjestit. Si e i konsideroni këtë rankim? Kjo është e turpshme. Për mendimin tim, është e turpshme nga një personazh si Laerti me atë linjë të jetës, me atë sukses që na tregoi. Unë nuk e pash Laertin duke folur, unë e pash njeriu tjetër, atë njeriu që ne ndonjëherë kemi në veten tonë, që është ai xhelozi, egoisti, ai që uren, dhe këtë njeri pash unë. Reagimin e Laertit unë e kam parë që në natën kur Ledion Liço foli apo tha emrin e banorit i cili duhet të lërë shtëpinë, dhe Laerti nuk e priti fare mirë këtë gjë, nuk e duartrokiti fare Gjestin. Okej, Laerti thotë që ka fituar analfabeti, ka fituar i pashkolluari, ka fituar një njeri i cili nuk ka dhënë asnjë aty brenda. Unë mendoj që Big Brother është një reality show dhe nuk ka nevojë vetëm për Shakespeare, nuk ka nevojë vetëm për fjalë madhore, po ka nevojë për strategji. Dhe Gjesti kishte strategjinë më të bukur aty brenda, po që të kesh dëgjuar intervistën e Gjestit dhe atë që unë e kam folur gjithmonë që Gjesti është krejtësisht tjetër gjë në realitet. Gjesti tha shumë bukur që unë hyra në Big Brother, e studiova lojën, e pash se ato janë personazhe që me 2 fjalë acarohen dhe nuk mund ta durojnë lojën, edhe qëllimi im ishte t'i nxjerr ato me zarftësi, domethënë Gjesti ka patur një strategji që në ditën e parë kur ka hyrë. E kundërta, Laerti nuk ka patur fare strategji. Laerti kishte hyrë me një qëllim që dua të shpëtoj banesën time, në rregull, okay, po edhe Gjesti kishte hyrë me qëllimin që dua të ndërtoj shtëpinë time. Domethënë, secili nga ato banorët kanë patur qëllimet e tyre dhe tani nuk duhet duartrokitur një personazh se duhet ta shpëton banesën. Laerti në qoftë se do të ishte sjellur më bukur dhe do të kishte pranuar fitoren e Gjestit, një djalë 24 vjeç, i cili dëshiron që të ndërtoj jetën e tij, i cili dëshiron që të ndërtoj karrierën e tij dhe ne duhet të kontribuojmë në këto personazhe, në rinin tonë, sepse ajo është që ne na mungon më së shumti. Ajo është që ne çdo ditë po na ikën. Mendoj që Laerti thjesht tregoi mllefin e tij, urrejtjen e tij dhe inatin e tij që ka ndaj një djalit 24 vjeç. Se në qoftë se Gjesti është i pashkolluar dhe analfabet, po të paktën Gjesti këtë mllef, këtë urrejtje dhe atë gjuhë degraduese nuk e ka përdorur në Big Brother, por qoftë edhe jashtë saj, ashtu siç e përdorin këto me shkollë që në fakt tregojnë shkollën, por në realitet fjalët që përdorin janë shumë të ulta. Nuk e prisja nga Laerti këtë qëndrim, jam befasuar, thjesht tregoj edhe një herë që nuk mund të jetë le të themi bashkëpunëtor në një reality show, sepse ishte pak edhe jo koherent me fjalët që thonte, herë thonte që falenderoj produksionin, herë thonte që unë lash shumë gjëra jashtë dhe herë thonte që Big Brother i ndihmoi, herë thonte që nuk futem në Big Brother kur. Mendoj që ishte aq shumë i revoltuar sa që nuk e mendonte mirë se çfarë është duke thënë, sepse nuk ka gjë të keqe se e fitoi Gjesti. Top Channel ndihmoi një djalin që të ketë ngritje në ëndrrën e tij dhe ndihmoi një familje që të ketë një jetë më të bukur dhe kjo nuk është asgjë e keqe.